Jemi rikthyer sërish në studio, vjen të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt edhe për këtë pjesë të tretë të programit Studio Live, ndërsa do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet kryesore në vend, por së pari po i njoh menjëherë me ato shkurtimisht deri në orën 18. Me hyrjen në fuqi të bllokadës detare amerikane, mbi 15 anije të SBA-s po kryejnë operacion në ngushticën e Hormuzit. Presidenti Donald Trump kërcënon se do të eliminojë çdo anije iraniane që e shkel atë. Komanda qendrore e SBA-s thotë se bllokada do të zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të gjithë kombeve që hyjnë ose dalin nga portet iraniane, duke përfshirë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit. Profesuesja e lartë e Brukselit, Kaja Kallas, deklaroi se BE do të refuzojë çdo marrëveshje që kërkon të kufizojë kalimin e lirë në Hormuz në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Samiti i 4 i diasporës shqiptare me temën përmes të rrënjëve lartësohemi nis sot zyrtarisht dhe deri më 15 prill bën bashkë qindra përfaqësues të diasporës shqiptare, por dhe politikan nga trevat shqiptare. Në organizimin e kryeministrit Rama në Tiranë janë mbajtur deri më tani 3 samite për diasporën, duke nisur nga viti 2016. Në vitin 2010 emigrantët kanë sjellë në Shqipëri 11.7 miliard euro. Rreth 2.2 milion shqiptarë të cilët jetojnë jashtë vendit vazhdojnë të japin kontribut duke dërguar para tek familjarët e tyre në Shqipëri. Prej vitit 2010 vlerat e dërgesave të tyre llogaritën në rreth 11.7 miliard euro, por në vendin ton largimi i krahut të punës përkthehet në një barrë të madhe për ekonominë, me bizneset që nuk kanë punëtor si dhe kontributet e mjaftueshme për skemën e pensioneve. Parlamenti shqiptar është në pritje të një përgjigje nga Komisioni Evropian përpara se të nisë shqyrtimin e vendimit të qeverisë për amnistinë të miratuar në shkurt të këtij viti. Burime pranë qeverisë tanë për Report TV se bëhet fjalë për një procedurë normale në një moment kur çdo nismë legislative, aq më tepër ato që lidhen me sistemin e drejtësisë, kalon përmes filtrave të Brukselit. Nga amnistia përfitoni 447 të burgosur, ndërsa për 853 të tjerë pritej ulje e dënimi, por shifrat mund të ndryshojnë në varësi të kohës së hyrjes në fuqi të ligjit. Një biznesmen ndërtimi nga Divjaka i kthyer në Shqipëri 2 muaj më parë u mor peng në Tiranë nga 3 të rinj të cilët u hoqën si agent të BKH-s. Ai u dhënua për një natë në një magazin në Çavzotaj, duke kërkuar 2 milion euro. Biznesmeni 32 vjeçar me mbiemrin Sula arriti të shpëtojë pasi siguroi autorët se do usinte 500.000 euro, por sapo fitoi lirinë i denoncoi në polici. Blut arrestuan 2 prej tyre, kushërinjt Kevin dhe Hyseneza, ndërsa i treti u shpall në kërkim.